Si jeni, a mund të bëjmë intervistë dhe? Mirë, po, bëj. A lexoni libra? Po, lexoj. Sa kohë duhet të lexosh një libër për moshën tënde? 5 ditë. A lexoni shpesh gjatë vitit? Po. Sa lexoni? Një libër në 2 javë. Si jeni? Mirë. A mund të të bëj ca pyetje? Po. A ndihmojnë aktivitetet letrare për të rritur interesin e librave? Po. Pse? Se i bën fëmijët që të largohen nga telefoni dhe të pastrojnë fjalorin. Okej. Sa kohë të duhet për të lexuar një libër? Një javë. Pse fëmijët largohen nga libra në moshën e adoleshencës? Atëherë, në ditët e sotme, fëmijët janë të rritur më shumë nga rrjetet sociale dhe gjërat online, dhe arsyeja e dytë është angazhimi i prindërve për fëmijët që nuk i tërheqin ato për të lexuar sa më shumë libra. Se disa fëmijë nuk janë të interesuar për libra që në moshë të vogël. Që në moshë të vogël, sepse si thash më parë, arsyeja e tabletave, e videove, rrjeteve sociale dhe janë futur aty më shumë se sa te librat. Okej, faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Mund t'ju bëj disa pyetje në lidhje me librin? Po, patjetër. Okej, si fillim, sa kohë duhet të lexosh një libër për moshën tënde? Them se brenda 2 javëve e kam mbaruar. A lexoni shpesh për gjatë vitit? Them se po, sepse librat janë shumë interesant. Çfarë mund të bëjnë prindrit dhe mësuesit për të bërë librat sa më interesant për ju? Prindërit mendojnë se duhet të lexojnë fëmijëve libra kur të jenë të vegjël, që mënyrë kur të rriten, ata të fillojnë të lexojnë libra sa më shumë. Faleminderit, mirupafshim, ditë të mbar. Mirupafshim. Përshëndetje. Mund t'ju bëj disa pyetje në lidhje me librin? Sigurisht. Si fillim, sa kohë duhet të lexosh një libër për moshën tënde? Varet në çfarë periudhe kohe po e lexoj librin. Nëse jam në periudhë shkolle, mua më duhet më shumë kohë për ta lexuar, ndërsa kur jam, domethënë, me pushime verore ose dimërore, unë lexoj librin më shpejt. Okej. Po, a do thoni se lexoni shpesh për gjatë vitit? Unë them se lexoj. Përveç se libra që na detyron shkolla për ta bërë bisedë letrare, lexoj edhe më shumë libra të tjerë, kështu që them se po. Dhe së fundmi, çfarë mund të bëjnë prindrit dhe mësuesit për të bërë librat sa më interesant për ty? Unë mendoj se në shkollë të hapen një klub lexuesish ku të gjithë nxënësit nga klasa 5 deri në klasën e 9 të bashkohen bashkë dhe të diskutojnë për librat e tyre që ju duken më interesant. Kështu që unë them krijimi i klubi për leximtarët. Faleminderit, ditë të mbar. Përshëndetje. Përshëndetje. A pranoni që bëjnë një intervistë rreth librave? Po, patjetër. Në çfarë klase jeni? Jam në klasën e 5. A lexoni libra? Po, lexoj libra. Sa kohë duhet të lexosh një libër për moshën tënde? 2 javë. Çfarë mund të bëjnë prindërit ose mësuesit për t'i bërë librat më tërheqës? Prindërit apo mësuesit duhet të bëjnë gara dhe kush lexon më bukur dhe ai që fiton një gjë të bukur. A jeni të interesuar për libra dhe pse? Po jam i interesuar për libra sepse janë shumë të bukur, të mësojnë dhe janë shumë interesant. Faleminderit që morë pjesë në intervistën time. Asnjë gjë. Përshëndetje. A mund të bëj disa pyetje? Po patjetër. Në çfarë klase je? Në klasën e 6. Sa kohë duhet të lexosh një libër për moshën tënde? Një javë. A lexoni shpesh gjatë verës? Po. Pse fëmijët largohen nga librat në këtë moshë? Sepse ndjen gjithmonë në telefon. A jeni interesuar për librat dhe pse? Po. Mua më pëlqen të lexoj. Në rregull, faleminderit. A mund të bëj një pyetje për një temë mësimore e largimit të saj rreth librit? Po, mirë. Sa kohë duhet të lexosh një libër për moshën tënde? Një javë. A lexoni shpesh gjatë vitit? Po, lexoj. Pse fëmijët largohen nga librat në këtë moshë? Për mendimin tim se janë shumë të varur nga telefoni. Në muajt e pushimeve gjatë verës, sa libra lexoni? Dhe po si mirë që ndroni në telefon apo lexoni një libër? Zakonisht. Dhe vetë të keni që shiloj se ndihmë të fëmijët largohen nga libra. Përshëndetje. Përshëndetje. Mund të bëj ca pyetje për librin? Po. A lexoni shpesh gjatë verës? Po, disa herë lexoj sepse më së shumti dal dhe luaj.
Si kaloni kohën e lirë më shpesh, më gjatë? Unë rri dhe luaj, ose rri në telefon, por edhe mund të lexoj libra, sepse më qetëson. Pse fëmijët largohen nga librat në këtë moshë? Sepse mund të mos duken interesant. Çfarë mund të bëjnë prindrit dhe mësuesit për t'i bërë librat më tërheqës? Mendoj që duhet të provojmë dhe të gjejmë tema që mund të tërheqin tipin që ka fëmia. Okej, faleminderit. Ka gjë.